peshore me Jupiterin nga fore. Ky është në thelb një kënd optimist, por mund të veprojë si një shpatë me dy tehe. Nga njëra anë ne jemi optimistë sigurt me fatin dhe gjërat që do të bëjnë, dhe në anën tjetër, nëse nuk kemi të kujdesshëm, nuk mund të jemi dhe të suksesshëm. Pra kërkohet vëmendje dhe mos të përqendrohemi në atë që neve duhet të përqendrohemi që të marrim atë që kërkojmë. Shenjat që duhet të jenë më të vëmendshme dhe kujdesin që do të bëjnë për këtë ditë, duket se kanë të bëjnë shenjës preke. Pak me vëmendje do të thosha unë, dashi, gaforia, peshoria, bricapit dhe dicitet, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Pra kërkohet pak a shumë vëmendje. Do ishte mirë që të jemi sa më të kujdesshëm. Tani pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat, por të flasim edhe pak për ju që interesoheni për një parashkim të detajuar. Kemi pikërisht